tu i cenu institucionet e drejtësisë, pra pushteti Albinit ka qenë pushtet absolut dhe mënyra qyshaj është cilë. Pastaj ka qenë mentalitet problematik. U tha dhe këto dhe është thënë vazhdimisht. Problemi është pse mas gjithë këtyre veprimeve që ne i kena keni kritikuar ju, pse zëri opozitor është aq i heshtës, po flasësh për këtu 8 muaj, po flas edhe për vitet parapake. Pritjet tona. Pse nuk dëgjohet zëri opozitor, zëri kombus opozitor në raport me krejt këtu të këqija që ne pas ka pasiem qeverisja 4 vjeçore. Megjithatë edhe gjatë 4 vjetëve të këtë qeverisës zotit Kurti ka bë punë mjaftueshëm të mira. Ka mujtë me qenë edhe më angazhuar, por keni parasysh çfarë ligje ka sjell qeveria. Shumicën e ligjeve cilat kanë ardhur në kuvend kanë qenë ligje të cilat janë kundërshtuar, kanë rënë ndesh me kushtetutën, kanë shkel liritë dhe drejtat e njerëzit, janë kundërshtuar nga Komisioni i Venecias dhe ti nuk e pas asnjë mundësi që të reagosh sepse numrat nuk i ke. Jemi drejtu institucionit të gjykatës, i kemi ndërprer ato ligje. Çka tash e tutje? Ne presim që në zgjedhjet cilat duket që vendi po rrshet, se unë nuk shoh mundësi tjetër pas krejt kësaj maskarade politike që e kemi pas, ne synojmë që ta kemi një qeveri pa Albin Kurtin dhe këtë e ka thënë edhe zoti Krasniqi dhe Partia Demokratike e Kosovës synon më tonë dhe angazhohet që me kandidatin për kryeministër zoti Hamza ta ketë një qeveri ku nuk do të ketë përfshirje të zotit Kurti sepse ka bë dëm të madh Kosovës për këto vite. Dhe unë jam e bindur që sikur të fitonte projekti politik i Bedri Hamzës, Kosova sot nuk do të ishte me këtë inflacion, me këto çmime, me pagat njëjta, me pensionet të njëjta, me skandalet njëpasnjëshme, me izolim ndërkombëtar, me ndërprerje dialogu strategjik. Zgjedhjet ku Partia Demokratike e Kosovës e ka kandiduar Bedri Hamzën për kryeministër kanë qenë para 8 muajve. Pse duhet tash votoj qytetari i Kosovës për Bedri Hamzën atë që se ka votuar para 8 muajve? Sepse unë mendoj që qytetarët e Republikës së Kosovës sidomos arsin për këto 9 muaj. Çfarë kanë pa në skenën politike shqiptare? Kanë pa një njerëz i cili në fakt ka mentalitet të rrezikshëm qeverisës. Sepse mënyrën qysh ka bë përpjekje Albin Kurti për 8 muaj, 9 muaj me majt pen Kosovën, unë nuk mendoj që e aplaudon dikush sot që ka krizë, a e mban, a mundet me siguru ushqimin, rrymen e gjana tjera deri në fund të muajit me pagat cilat i kanë qytetarët e Republikës Kosovës. Nuk mjafton një deklarim i Albin Kurtit në kuvendin e Kosovës që ishte fals, ishte fushat, e hapur, që deklaruaj se ka nevojë për nanat lehonat, punohet më shumë, ka nevojë për veteran, punohet më shumë, i ka pas 5 vjet ka pas pushtet absolut, nuk e ka bën një hap. Skandalet e njëpasnjëshme që i kemi pas në qeveri e kanë karakterizuar qeverisjen për çdo ditë dhe në fund, krejt në fund, kur e sheh që po dështon gjithçka kthehet para deputetëve, para qytetarëve të Kosovës, pa trohe empatie dhe thotë që hajdeni sa tash po bëhemi bashk, sepse ditën e fundit i bjen mend për unifikim e unitet. Unë jam e bindur që kurdo që caktohen zgjedhjet, kurdo që presidenti atifton partitë politike për caktimin, s'po flas për mandatar më, sepse çështja e mandatarit tashmë e kemi qartësu, ne nuk i kemi numra dhe nuk do të kemi përpjekje për një mandatar të ri, por në ditën kur merret vendimi për zgjedhje të reja, Partia Demokratike e Kosovës është e bindur që qytetarët do të mendojnë një gjë. A kanë jetuar më mirë para 8 muajve, apo po jetojnë më mirë tash? A kanë jetuar më mirë para 5 viteve, apo po jetojnë në vitin 2025, në fund vitit 2025? Çka ka ndruar jeta atyre sot? Prandaj, para këtyre dilemave. Ka qenë argument edhe në fushatën në zgjedhore para 5-6 muajve që mboj, tash nuk e dini se duhet ndryshojnë, por të ndiqim një deklaratë të kryeministrit në detyrë Albin Kurti, i cili realisht është e përgatitur për zgjedhjet e jashtëzakonshme, madje ka përmend jo vetëm një pol zgjedhjet e jashtëzakonshme, ka përmend zgjedhjet e jashtëzakonshme që mund të mbahen në dhjetor, e po ashtu zgjedhjet tjera që mund të mbahen në prill të vitit 2021. Skenari bullgar. Po. Por ju e dini që dje u bë një deklarim nga PDK-ja, që nuk ka koalicion, kështu që 64-shit heqja 24 me njerë. A i bjeshtu, në bazë deklarimeve të tyre, në bazë është për të ardhur keq, që do të mund të kemi përveç balotazhit edhe 2 herë zgjedhje, edhe zgjedhje në dimër edhe zgjedhje në pranverë,
sepse kur nuk arritëm t'i bëjmë 61 deputet për një qeveri të re, atëherë është vështirë imagjinueshme që do të mund t'i bëjmë kollaj 80 deputet në pranverën e vitit arshëm. Po, dy policie mbrana në periudhë shumë të shkurt. Nëse më lënë tuna veç një ndërhyrjet e atëse çfarë tha zonja Blerta, po Bedri Hamza kandidat jashtëm për kryeministër, me gjithë respektin për zotrin Hamzën, ne se kemi dëgjuar që 8 muaj Bedri Hamzën me ndaj prononcim ose përfshirje për gjithë këto çfarë po ndodh me statën politike në vend. Një kryeministër i jashtëm. Një kryeministër i jashtëm, i cili do duhet t'i printe gjithë fushatës opozitare kundër narratives lëvizjeve vendosje, dhe pikërisht ky është gabimi i opozitës. Do të potentojnë me nxjerr dikon mandej mrapa sirtarëve aty edhe me qitë në balmi pri në zgjedhje dhe me fitu. Nuk fiton zgjedhje kështu. Do të çaj që synon më bë kryeministër, duhet me thonë çdo ditë në konfrontim në shifrim të krejt tyre narrativa dhe ofrimin të alternativës opozitare dhe të PDK-s. Tjetra, pse nuk parin me shfrytzu dhe pse thashë nuk janë proaktiv, të presin të veproj opozita, ma ne i ka së reagoj. Një ditë para fillimit të fushatës për zgjedhje lokale, pezullohet dialogu strategjik i Kosovës me SHBA-t. Unë prita që opozita ka me qenë në rrugë duke protestu kundër qeverisë për këtë blokat madhe dhe izolim që bëhet Kosovës. Opozita ishte në rrugë, po në hapje të fushatës për zgjedhje lokale. Do të ishin shumë a shumë preokupum me fitu në komunë që aty në për Kosovë, me këshyr me qenë varburimi financiar i shumë partive që janë qeverisja komunale, edhe nuk e kishin këtë shqetësimin për pezullimin dhe dialogut, humbjen një aleati strategjik si SHBA-t për Kosovë. Po ndoshta këtë shqetësim fillimisht doshte me pas qeveria që kjo partia që ishte në pushtet. Partia në pushtet nuk e ka, ajo kundërshtohet, janë shkaktarë. Dhe kjo nuk parit më shfrytzuar, se çfarë mundësie e pat për më shfrytzuar dhe nuk kapitalizohet kjo me kthy në një vendjesim qytetarëve për çfarë po ndodh, por relativizohet duke kthy vëmendje nga zgjedhjet lokale. Te zotri Kurti, ne ditën e zgjedhjeve kemi pas u përmend reagimi i zotit Kuran Murati ku shantazhon. Do thotë ai thotë që nëse nuk e votoni Kurtin, shkojnë në zgjedhje. Nuk është rruga kjo. Do thotë nëse nuk votohet Kurti, mund ndodh që të jenë i kanë votat të zgjedhje. Nuk është kjo o Kurti o hiç. Ka sistemi jonë parlamentare e mundësën. Kush ja krijoi këtë komoditet lëvizjes dhe vendosjes? Ja, opozita, po shkak se është e pa unifikuar për me larguar Albin Kurtin nga pushteti. Nëse deklarojnë që ajo është e keqja vendit, duhet me largu me çdo kusht, edhe mbi frikën se mund të etiketohen si grupi vjetër i stërvjetruar opozitar, që ishte reagimi pas dështimin nga zonja Albina Agjiu, ku ajo fol për një epërsi morale, një shumicë morale që e kanë, se janë të votuar si partia e parë, këta do t'i po bëhen bashkë, ose një narrativ komplet mobilizues elektoratit saj, dhe klubi stërvjetruar i opozitës, do të thotë me një gjuhë shumë fyse dhe përsharëse ndaj opozitës. Krejta e tregonte që zotri Kurti nuk po ngutet, ka tregu gjatë gjithë kësaj kohës, kur ka nis fushatën zgjedhore, me ofendime ndaj krejt partive opozitare, me atë fjalimin e hajvanave, me prolongimin e certifikimit të zgjedhjeve. Do të kemi pas një stërgjatje ku antarët e lëvizjeve të vendosjen KQZ kanë tentuar me zvarrit sa më shumë certifikimin e zgjedhjeve, me krejt blokadën që është shkaktuar në kuvend, do të për me mos me leju konstruimin e kuvendit, dhe çfarë po shohim tash, letrat do të qenë janë denigruese, absolutisht nuk është letër e bashkëpunimit ku ti e fyn partnerin e thu eja se ski ku shkon. Nuk është bashkëpunim, por është ftesë vetëm ja plotësuat minusin e deputetëve që po i duhen dhe jo partner të koalicionit. Dhe kjo më vjen me kuptuar që zotri Kurti nuk është i gatshëm me ndërzu pushtetin. Ai nuk është duke pranuar rezultatin e shkurtit, ai është duke mbet dhe po don me mbet te rezultati i 14 shkurtit vitit 2021. Pa e përsërit atë rezultat, ai nuk pëlqen pushtetin. Unë e para unë jam e bindur që nuk do të ketë përsëritje Albert ati rezultati. Unë nuk besoj që asnjëherë do të përsëritet mbështetja cilën e ka marrë para disa vitesh zoti Kurti. Sa i përket angazhimit të zotit Hamza, ju e dini që zoti Hamza në kohën kur zgjedh deputet, që ka qenë edhe natyrisht kandidat ynë për kryeministër në zgjedhjet e fundit, ka qenë njëjtën kohë dhe kryetari i komunës Mitrovicës, është tërheq
me njëherë ka lëshu rrugë në kuptimin e përgjithësisë të tij për të kthyer tek qytetarët në Mitrovic, por gjatë gjithë kohës ka qenë i angazhuar në Partinë Demokratike të Kosovës për strategji, për angazhim dhe për mënyrën se si ne duhet t'i qasemi edhe fushatës tonë, por edhe problematika cilat e kanë shoqëru Kosovën e veçanërisht zhvillimet brenda kuvendit të Republikës Kosovës. Stagnimi ka qenë shumë i madh. Unë pajtohem që opozita ka mujtë me pas rol shumë më të madh në rast se do të kishte unifikim më të theksuar, sepse zonat kanë qenë të izoluar, pak më të ndarë, por unifikimi kishte me qenë sinjal shumë më i madh dhe më i fuqishëm në rast se opozita do të mrinte që ta ketë këtë unifikim. Unë prapë e them, pavarësisht kësaj, unë shoh shpresë që ndryshe do të votohet në zgjedhje, sepse do të shihemi prapë, do të flasim dhe këtë e them edhe prej zhvillimeve të fundit në nivelin lokal. Nëse shihni votën popullore të Partisë Demokratike të Kosovës në nivelin lokal, ne jemi subjekti i parë me votë popullore, po flas Partia Demokratike e Kosovës ka numrin më të madh të asamblezëve në nivel të Republikës Kosovës. Janë mbi 26.000 vota cilat janë vota shtesë në drejtim të Partisë Demokratike të Kosovës. Natyrisht synimi ynë është që të punojmë çdo ditë që e para ta rikthejmë Kosovën mbi nartë e saj, por unë jam e bindur që me një bashkërëndim më të mirë të partive politike, pas zgjedhjeve të cilat pritet të mbahen, ne do të mbrim që të kemi një rezultat më të mirë edhe me besimin e qytetarëve të Kosovës, por edhe me një qeverisje që i ka munguar për shumë vite Republikës Kosovës. Që njerëz janë në një amulli dhe unë prapë e them e kuptoj ndjenjen e përgjegjësisë dhe kritikën që ju sot e keni. Nuk po e marr. Jo, s'po e marr. Absolutisht nuk. Sepse edhe unë po e ndjej nevojën që kemi mujt me bë mbase më shumë. Po ka një herë rrethana të cilat janë kriju brenda kuvendit kanë qenë aq skandaloze, aq të paparashikume, aq precedane të rrezikshme. Po them përpjekja ma serioze për me cenu rendin kushtetues këtij vendi të na format. Institucionet kushtetuese, ne jemi mundu me deponu aty ku ka qenë e mundshme, aferat e shumta korruptive, cilat kemi qenë shumë të zëshëm, por prapo e them zani ynë mbase nuk ka mri me qenë za që determinon fuqinë politike dhe unifikimin tonë. Zani, thënë deputetët për guximi. Me thonë se tash burimi e tha ma herët, populli ka votu për një qeveri tjetër. Si formacion i 51% e vërtet nuk vlen, pra ke një verdikt tjetër që të ti duesh me bashkëpunu. Po është 42% që i imponohet zotit Kurti pra me bashkëpunu me dikon tjetër për me ajo me u reflektu në një qeveri tjetër. Por, nëse i referohemi një qeverie tjetër të opozitës, këta duhet më bo bashkë dhe me në kallëzu para zgjedhjeve. Ama qaq i tutën këti rëfimi të vetëvendose, sa që këta e din që e kanë shumë problem, por më të thonë të pa mundun, me performu në zgjedhje, për me bo qatë blokën opozitar para zgjedhjeve, edhe me mujtë zotin Kurti, e tash që në vagon me gjas i bashkohet Vjosa Osmani për mes formave të cilat mund t'jenë të fshefta ose të hapuna. Dhe për te kësaj, më thonë, veprimet e zotit Kurti, nështë është qasi lej gjallese politike që përveç gjumit krejt kohën tjetër menon për manovra politike edhe i shpërblehen në rezultat, nuk janë veç ato që i përmenëm. Zvarritja, tentimet, një lloj vullneti artificial për me kriju qeveri, gjykata kushtetuese e tjera e tjera. Ju e shihni për shembull që përmendni Albirti apo kush e përmendi çka ndodhi me shkarkimin e atij pjesëtarit nga komunitetet Pakic, ai ishte çfarë funksioni zëvendës ministrit. Dhe ju e shihni që Albin Kurti ka përqasur, me thonë, atë bllokun e Pakicave jo serbe, duke marrë Emilia Recepin, duke marrë Albert Krasniqin, falni. Dhe duke ja pa mundësu opozitës një front tjetër ose disa vota që i kanë pas blanko. Ndërkohë, kënej se me gjasë është edhe obsesionimi janë mbi narrativa, diskurset edhe rrëfimeve, përgjithësisht se këto duhet me u përballë. Ti nuk fshihesh, nuk shtrukësh nga një gjykim potencial në cilën
hipotezë të mundshme e ka mendu Kurti një veprim dhe qysh i përgjigjet ajo një rrëfimi. Për shembull, qysh ka mundësi që Fatmir Limaj nga 2007, le ta themi, deri në shkurt të 2025-s është hajn, është i korruptum, është komandant bojleri. Pe shkurtit të 2025 deri në tetor të 2025 është i amnistum ose në tentativë për me u shpërla pe një dore që mundet me shit indulgjenca, kanë qenë do far praktika fetare me sjetë që të kanë dhonë ty në këmbim të pareve, të kanë dhonë do falje për mëkateve. Pra Albin Kurti që jep indulgjenca, thot unë të fali ty për kaq kosa ti afrohesh me mu. Nuk afrohet Fatmiri, me njëherë këputët. Bëhet premja e madhe dhe rikthehet bojleri, rikthehet i korruptumi, rikthehet hajni. Tash ti kur i thuve të vendosjes, po ti e takove hajnin, bojlerin, të korruptumin.